Antropologu zviceran Eugen Pitard erdhi në Shqipëri në vitin 1920, ku vizitoi 10 qytete dhe fshatra për të bërë një studim antropologjik, ndërsa me lentën e aparatit realizoi shkrepje të rralla që prekën nga afër jetën e përditshme të shqiptarëve. Kjo ekspozitë e veçantë mbërriti në Shkodër në mjediset e Kinema Republika. Fotografitë e ekspozuara ofrojnë një dëshmi autentike të mënyrës së jetesës, veshjeve tradicionale, arkitekturës, riteve dhe përditshmërisë së shqiptarëve të asaj kohe, duke sjellë në dritë një periudhë pak të dokumentuar të historisë sonë. The famous Swiss academic, akademiku i famshëm zvicerian dhe miku i madh i Shqipërisë, kthehet në këtë qytet, aty ku gjithçka filloi. Shkodra ishte vendi i parë që Eugen Pitard u ndesh në Shqipëri. Ishte këtu që Pitard, studiuesi, antropologu dhe humanisti, gjeti pasionin për këtë vend, një pasion e cili do të zgjaste për një jetë të tërë. Fotografitë që do të shihni në këtë ekspozitë janë mbi 100 vjeçare, megjithse ato do na duken jashtëzakonisht të afërta. Të bëra në vitin 1921 dhe më vonë në vitin 1924, ata ofrojnë një pamje të rrallë dhe intime të Shqipërisë, në një moment të brisht, por nga ana tjetër vendimtar në historinë e saj. Këto imazhe janë më shumë dhe më tepër se sa dokumente historike. Ato shprehin dashurinë e Eugen Pitard për këtë vend dhe një interes të thellë që ai kishte për popullin e tij. Nëpërmjet objektivitetit të tij, shqiptarët nuk u reduktuan kurrë në objekte të thjeshta studimi. Ata shfaqen përkundrazi si individ, të cilët ishin krenar, dinjetoz dhe të qëndrueshëm, që jetonin jetën e tyre me një prani dhe një humanizëm të jashtëzakonshëm. living their lives with remarkable presence and humanity. Ky koleksion që deri më tani ka qenë pjesë e arkivave në Zvicër i jep publikut shqiptar mundësinë të rikthehet një shekull pas, përmes një këndvështrimi shkencor dhe estetik unik. Urimi im si kurator është që të frymëzoj dikë që të na bëjë një udhtim edhe sot në tregoj se si jetojnë shqiptarët. Si jetojnë shqiptarët, ne mund të kemi arkive pafund, se për shembull shqiptarët nuk jetojnë si ditën e dasmës, apo sikur shkojnë në fotostudio. Dhe kjo është e veçanta e kësaj ekspozite, e veçanta e këtij autori, ai duke qenë edhe antropolog, ka hetuar më tepër mënyrën se si ne kemi qenë si qenie humane. Pitard ishte më shumë se antropologe, më shumë se fotografa, ishte një humanist që e deshi Shqipërinë për dinjitetin e saj, ndihmoi që vendi të pranojë në lidhjen e kombeve, themeloi kryqin e kuq shqiptar dhe u përpoq të ngjallte solidaritet ndërkombëtar për një popull të vogël në ullën e vështirë drejt modernitetit. Ekspozita Shqipëria ime, më shumë se kujtesë historike, është një pasqyrë e shpirtit shqiptar, e forcës për të mbijetuar dhe e krenarisë që nuk shuhet. Koleksioni 237 fotografive Bardhezi është një dokumentim i rrallë dhe i pasur i shqiptarëve të thjeshtë. Eugen dhe Elen Pitard e vizituan për herë të parë Shqipërinë dhe qëndruan në Shkodër, duke u takuar me Edith Durham dhe Koli Dromeno në 1910-ën. Ultimi i dytë do të vinte në 1921-shin, në jug dhe veri të Shqipërisë, dhe ultimi i tretë është misioni humanitar pas Zisë së Bukës në 1924-ën.